për ta kuptuar rëndësinë e namazit, kemi edhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shpesh a dhe vazhdimisht ka porositur që ne të jemi të kujdesshëm ndaj namazeve. Hafidhu ala salawati was salati al-usta. Të jeni të kujdesshëm, ruani namazet, falni namazet dhe namazin e mesëm. Pa marrë parasysh cili është namazi i mesëm, fjala është e këtu e jonë te falja e namazeve. Pra, ka urdhër drejt për së drejti për ruajtjen e namazeve, faljen e namazeve. Por namazet apo falja e namazit nuk është sikur ibadetet tjera, ku ka raste për ibadetet tjera ka pushim ose ka lëshim. Për shembull, për agjërimin nëse je në udhtim, ka lëshim, kur do të kthehesh, atëherë do të agjërosh. Për haxhillëkun, nëse je zengin, nuk je i pasur, nuk e ke obligim. Edhe zeqati ashtu. Do më thonë, të gjitha obligimet kanë arsye, kur ndonjëherë mund të lëshohen, ndërsa namazi nuk ka asnjëherë. Ju të gjithë e dini se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar që namazi të falet, qoftë njeriu në vendlindjen e tij, në vendbanimin e tij, qoftë në udhtim, qoftë në smurje. Paramendo, je në smurjen e vdekjes ndoshta, kërkohet namazi. Në spital je shtri, kërkohet namazin ta falish. Si do ta falish? Sipas kushteve që i ke, kryesore nuk lejohet që të lëshohet namazi.